Bentornati in Pop Art Brescia, il primo podcast che parla della lingua, della cultura, dell'identità, delle comunità arberesce. E oggi abbiamo un ospite speciale in un luogo speciale, Iemete Università de Calabrisme, professor Franco Altimari. Professor, si può intervistare? In cic arbrist, in cic italist? Si doce, Si può. Ashtu Si la vien. si fias me gadde. Sami. Me de giux. Me di giuk, sei Che mi vede mi giù, che mi di giù. che mi di giuk. Professore oște gnoha mot gnohura, professore albanologis, ne bot. Esagerazione. Mostrazione largo, mostrazione largo. Beh, Bă mi ateş ken bă mi tu. Prana, shomme kuve. ecco bene, però ormai professor Franco Altimari, dell'Università della Calabria, la sezione di albanologia qui all'università, che nasce professore Culo Lerchio. Ma je një gjims shekull prapa. Je të kveti 1975 me të nderin profesor Papas Francesco Solano që ka qenë mjeshtri jona ai që hapi këtu këtë katedrë. Quindi eravamo metà anni 70, quindi abbiamo 50 anni. Sì. Per këtë kur është presidenti Begaj mbajtimin se kemi aq vjet që shurbevi. Mi auguri. Sa bukur, quante cose sono passate in questi 50 anni, professore? Com'erano queste comunità all'epoca e oggi? Insomma, una bella domanda questa. All'epoca il nostro, quello che si chiama impropriamente piccolo mondo Arbresh, ma è un grande mondo Arbresh, viveva in condizioni storiche certamente diverse da quelle di oggi. Un mondo che era ancora diviso con l'Europa in due e in cui c'erano due modelli, due Europe, una per la nostra, l'Europa liberale, l'Europa libera, e poi c'era l'Europa che viveva sotto appunto il totalitarismo comunista, e l'Albania era parte dell'altra Europa, quindi ecco, era difficile all'epoca dialogare tra le due Europe. Però ecco, uno dei meriti che ha avuto il mio maestro, ma non solo lui, perché c'erano tanti intellettuali al Brescia aperti e non chiusi, perché l'apertura al dialogo è sempre un elemento positivo, ha fatto tanto perché già in quell'Europa blindata ci fosse un dialogo nel nome della cultura, della scienza, perché la scienza, come sappiamo, e la cultura rappresentano quella patria dell'umanità dove non c'è bisogno di passare con visti e con passaporti. È l'unica patria, quella dell'umanità, in cui si passa appunto liberamente nel nome appunto di questi ideali, direi assoluti, che devono essere la nostra bussola. Sabuco, professore, quindi primo passaggio su una visione, quindi un'apertura sul tema del dialogo, quindi tema ora sulle comunità, quindi questa università arriva e prova ad impattare anche localmente, ovviamente, perché trae la linfa vitale dalle comunità, inizia un percorso, giusto professore? Kurzum kishim këtu edhe ca ata që thuhen padri fondatori, një nga këta ish rettori i parë që patëm, që ish Nino Andreatta, që para sa të zëni Shurbeni, sa të hapni këtë universitet, bëri ca seminare tek regioni jon, sa të shikë si e ndojnë, se thotë se universiteti këtu ka tjetë universiteti jo i një hore
një qyteti, si ishin gjithë tjerat, ma ka tjetë universiteti i rejonit, Università della Calabria, a kem dimi që duket këti rejoni sa të verë për para. E quindi më rrezoj, bëri ca seminare. Një nga këto, e më bëri të kolegji ishin mitri. Sa bukur. E atje ishin administrator që ishin të lidhur, atëherë ishin si sot të më pak të lidhur, ishin të lidhur në shoqat që quhej UCIA, Unione delle Comunità Italo-Albanesi. Para shoqat e administratorëve që morin bërdi e koshenza se kështë bëjnë gjë, ma kështë e bëjnë bashkë. Bashkë me këta administratori ishe dhe Peshku nga Ungra, Peshku që duhet të mba me mend, sepse ka qenë Peshku që hapi drejtaret, drejtësoret, finestrat e dirt kultures e gjuhës tonë, që ish indjeri zot i Peshkvi, Joan Stamati, që në vitin 1938 bëri gjuhën tonë, gjuhën e meshës, gjuhën e liturgjisë, e bëri edhe si me shpirtin e Koncilit Vatikan një revolucion edhe brenda kishës, e gjuha jonë që ishte gjuhë e shajtur, ishin ato gjuhë të vënë kanjan, se thoi se nga vjejnë, u bë gjuhë e njohur ka kisha, që ka qenë i pari që njohu gjuhën. Para se të një shteti e njohur kisha e parkisë son me ndigmen e intelektualëve nga këta ishe dhe profesor Solano që kontriboi me disa priftat të tjerë të bëjnë këtë gjuhë edhe të përdori, të vëzari edhe mbëqishe. E kjo aleancë krijoi këtë fazë të re të gjuhës e ishin vitet 70 kur zu kjo revolucion brenda komuniteteve tona. E pështu, ho dashu bisogno, nevojë të shkruhej gjuhë, profesore. Quindi ti të shkruaj ju mëni. Kishim e shkruime për këtë usura e shkrujta këtë gjuhë me iniciativë të një të prifti që ishte bashkë me profesor Solano, shërbeni me të, e që ka qenë edhe ai që bëri një revistë shumë e rëndësishme, importante për kulturën tonë. Ki priftë quhej, ja thojën, Zef Farako, që ishte prifti Shën Mitrit, ai që ku na bëni mësimin tek liceu jonë, ishin ator që bëni religione, ai një gjimësor e bëni të vepër në mësoni gjuhën. Sa bukur. Se thoi, nga se ndonjëri më thot pse u bënj gjë që më thot programi, i thom se gjuha jonë nani është gjuha edhe religionit tonë, e kështu që mos njeri mund më thot gjë se unë respektojnë ligje, që respektojnë një ligje che shumë një ligje forte. Sa mirë, professore, sa mirë. Quindi diciamo tutto un impulso che arriva, quindi ecco, dal basso anche dal mondo diciamo, della Chiesa, che è stata diciamo, fondamentale, mi pare di capire, nell'attivazione di alcuni processi virtuosi. Për shekuj intelektualit të vetëm që mbajtin gjallë këtë Vravashku një fjallë kalabreze, Barabasso, por që një herë me vajtë përdori, kur në kishim dritat, si kemi sot këta elektrikët, natën dhezin Vravashkat, a Fiaccola. Fiaccola, Vravashkat. është një ndër fjallet e pakta kalabreze që gili tek gjuka shqipe kjo. Kështu që të rada e përdori, ata pensuan se ishtë arbresh. E kalmar. Se ishtë këtu në strukturën Bravashku, bë fjalli shqipes. Quindi è Calabria che mi donna tia. Shkojt e Shqipja. Fjallet vinjën, daljen, janë si thot njëri, janë relite arkeologjike që mbeten, fjallet janë si njerëzit. Janë dinamike. Kur një ka bëzojnë për një
o ka një fjalë, nëse e ka, mos nge ka e merr ka i që ka. Jo, gjithmonë kështu vate, jo, kur një del gjë që të re, o e merr me gjuhën e tij që ja dha, o me gjuhën e tij, si bëm jo me fjalën luce elettrika, bëm, morti një fjalë që kishim na. Ca më thot, qej dritën. Accendi la luce, quindi një kalk u bë qej dritën. Do njëtë ka na, të dialetet tona thot qej jinarin, që jinari psesh, jinari që vëri vajt me fitiljin, vezi, e vina ish, e jo është drita. Kështu, gjuhët janë, kështu janë gjë që si shumë vetë mbuliturat, një liber, janë ta shtugen nevojë, bisogni linguistici e bisogni ndrogën, si kështu si ndron shoqëria, shoqëria onde e ka ndronjë dhe gjuga, se mund jetë një gjuhë druri, o një gjuhë kështu, si thuhet, residuato fossile që qëndron gjithmonë ashtu atje. Gjuha nëse është e gjallë, ndërron. Professore, kemi hapur pjesën e gjuhës. Lei ti è un linguista. È un esperto, proprio materia jote është proprio kjo, insomma, centrale. Gjuha, professore, si o gjuha jone në një komunitet, ti ke një monitoraggio, ti sheh ka poziciona jote, sheh si ka ndërrua, no? Edhe të ti si o situata tani të komunitetat. Komuniteti Arbëreshit dihet nga është një komunitet që u krijua, u rrit tek një vend. Ma Arbëreshit van jo ku dishtin, van ku i dërguan. Mos njeri ka emigrantët, ka këtë privilegj të zgjedh vendet, se ndo njeri thatë, vaten zgjodhen vendet ku shigi Shqipëria për slargu, të ishin më, të ndijen, të zëmi, këto janë romantizma. Janë leat. Blazën van ku feudatarit i dërguan. Ki shurbejnë ata, ngishin këtu si të ndonjëri, buljarët rrijen, betin e rrinë gjithmonë me ata që kanë il potere, pushtetin, këtu ngerthin buljerët, si thanë se kishtë rrinë buljerët. Buljerët të bën njerëz, gjindja që këtu shurbeu, të bën buljarë të shurbire, të bën hersat që ishin këto vendet, të bën kopshtër. Kjo është revolucione i matë që bën Arbëreshit të hersat, që janë ato vendet pa farigjallë, i bën pa orë, i bën kopshte me ftikë. Ndë shurbire e bën, ndruan këtë pjesë. Nani, me gjithë se ishin kështu të shprishur, si tot fjalla gjaku i shprishur, të shprishur të gjithë kjo pjesë e Italijës, kjo pjesë e poshtme, ma shumë vanë edhe lartë, vanë shumë ka edhe nga Venecia, ngertin diventën peja, si në njëri thotë. Pse kjo aspet, profesor, nga emergjirën stere? Jetët që jetët duke se kanë një atësullu këtë, e meshe është interesante. Ajo është zëmra e kulturës tonë, vati atje. E ajo zëmër në dha zëmër neve pranë. Një shpjegoj këtë. Sepse që ndodhi këtu u shprishti, e si shtiget, kur janë komunitetet izoluara, nga komunitet nga ka kontakte me tjerit. E me gjithë se ishin fisi një gjuhë që pako shumë gjite, nga një bëri një gjuhë që mori pastaj distancë nga tjerit. Kush ishte Molise, mori fjallë nga dialetti Molise, sa i sicilianët e mori nga Sicilia, Kalabrezet nga Kalabrezet. E kështu që, si thotë Meri Kem Shabej, një nga gjuktarët, linguistët tanë më të mëdhenj shpatim, kemi di fattore të këta komunitet tonë. Një faktor që është një faktor konvergjenze, që është pjesa që ata rujtin ka gjuhë e vjetër, e është divergjenza që është elemente që këta të folme, queste parlate motin, nga Kalabrezet, nga Morisane, nga Pugliese, nga Sicilianit, e kështu që dajl për dajl, duke se kur këto distanca u rritën, sepse nga kishim do njëri që në mësoni një gjuhë. E kjo gjuhë u mësua me vetin jo tu e shkruar, ma tu e foljur,
tu e numërer, tu e kushluar, dhe fjalja fjas, sa thonë fjalën fjas, kemi u flas, u foljen, u numërenj, u kushlonj, kemi një fjalë të vetëm. Vetëm shkruaj kemi të vetën, kemi bllashë. Ma anche shkruajtëm. Se kjo gjuhë ngëvatëm shkollë. E kur një ngëvetëm shkollë, nga kasit e bëjnë të bëgat gjuhën. E gjuha dan ka daj, pati atë proces thuhet deprivazione linguistica. Do më thënë, u bë e nëmur, tu e mbajtur sempre më pak fjalë, më pak çkish. Magoj, ai profesor thotë elementi që i bën të bëget gjuhët, që është kontakti gjuhësor, nga se na kishim pasur formet tona një Njëri me tjetrin. Kemi kontaktin e thosë, nga se ti bore fjalën, një fjalë që ti nga ke ma u e qam, ajo fjalë pra E marka ti. Nani, ki element që kemi sot, që me fjasme këtu, është elementi parë që na jep këtë mundësi, të më thënë, nga një zonë ku është, ma kështu gjuha zë e qarkullon, zë e fitet, jo vetëm nga një fjetek jeli të tia, ma fjetë edhe gjegjen edhe si fitet Të jetë. të tjerit të kora, të tjerit katunde. E ki është një element si, pas aq vjetësh, gjuha tani më ndërronjë. Më ndërron, profesor. Se një proces i ri. Proces i ri, se gjuha nga është një relikt arkeologjik, si thaj. Si ke thënë përpara. Ma është gjë që është dinamike, e qëndron me gjindjen, me shoqërin ku ajo rron. Shumë interesante. Profesore, më shpara ti ke hapur në finestre, che drittare. Non è che te comunità attone che mi piace. Kur një ka një fjalë. Quelle dritta ancora che Ne kemi dritsore, në Shqipen kemi dritare, është mirë të zamë të kemi edhe dritsoren. Bëshqigë të kemi më shumë fjallë, nësë bënë një gjugë druri, nga se bëme vetëm një fjallë. Këta kemi edhe këta fjallë që kemi e bëjnë më të bëgat gjugë. Bellissimo. Che sono ka nord, ka pjesë e lartë. Pse thot Arbresh Sud, gjusë, në një ashtu. Pero, che sono ti, na kemi kitje zomë rajone o dhe ka pjesë la. Që dhe jeteje, pse? Pse zëmra? Pse che sono këta? Atje Venecia pati raporte shumë të ngushta jo vetëm me Shqiprinë, l'Adriatico tu, il Golfo Giri i Venediku, il Golfo di Venezia. E Venezia pati një forcë të madhe ekonomike për qindra vjetë. Edhe sot, tek shumë popull që janë tek ai që sot sritet mes dheu, që është Mediterraneo, dhe mes dheu, jo? Mediterraneo, shumë popull, sa thonë soldi, fjalën e thonë grosh. Edhe tek Rusja ishte, tek Ukrainë sot me thonë grosh. Edhe tek Shqipja kanë grosh. Ka popull që thot grosh. Pse grosh? Se groshi ishte moneta e Venecias. Il grosso, la moneta d'argento, është gjëndi që kishte Venecia. Kështu që Venecia kishte këto qendra të gjithë mes dheu, e kishte edhe një vend që afer nga Shqipëri e Maljizi, që kishte emrin Albania Veneta. I miei gesuit padre Zef Valentini ka botuar më shumë se shurbeju dhe i Shqipëri, këtu ishte nga Padova, një Shqip folle si Shkallës Paru, pastaj që në Palermo si profesor, botoj më shumë se 25 vëllime me akte të Albania Veneta. Dokumentet të shekullit 14-15 me këto raporte, me këto elemente tek arkivet e Venecias. Venecia është një arkiv i madh me këto raporte. Kur edhe ato, kur ran gjithë këto hora të Shqipërisë në duart e turqive, Venecia i ndihu këto hora, i ndihu ata që luftuan
E tani një historian nga Venecia, me të vërtetë e shkëlqyer, Lucian Nadin, i ka publikatur, botuar këto raporte, ku Venecia, më parë se ta arrivojnë emigrantët, di kush kish luftuar atje, e kur kish vdekur, e i siguroni një mizat, edhe gravet atë burrave që kishin vdekur sa të luftonin për atje, e atyve që kishin luftuar e ngishin të klaseve tulta, i jep një vend shurbenej tek legale. Sa mirë. Që Venecia i dha mësime para 500 vjetë, se si kanë tratohen emigrati. Welfare ante litera. E atje emigruan sa shumë rëndësin që kishe ki komunitet në Venecia, baston të shkoq sot atje për Venecien, e kemi aq sheshe, aq rrugë, që janë calle degli albanesi, piazze degli albanesi, e kemi dhe di shkolla degli albanesi. Di shkolla. Sepse atje formohi kjo klasë, që ishin intelektual, që ishin tek kisha, tek ambientet, nga se një vete sot tek Palazzo Ducale, ku ishte qendra del potere, pushtetit të Venecis, sheh lartë një afresk që është atia Veronesi, rrethimi i Shkodrës, l'assedio di Scutari. Mamma mia. L'assedio di Scutari. Edhe tek ajo që ishte anija që ku Venecia festoni atë martesën me detin, Bucintoro, zbuloi Lucian Nadin se në krye të Bucintorit ishte një krye që ishte kreu e Skënderbeku. Sa bukur, profesore. E në emrin e Skënderbekut, në Venecia dolin gjithë monografitë e para për Skënderbekun. Kanë të partë. Të partë që ku dolin nga familja Ëngjeli, që ishte gjëri me Skënderbekun, Palëngjeli ishte ai që bëri shkrimin e parë shqip, ishte i kushëriri ki, kur thot, unë pakzoj në emërtatit të birit të shpirtit shejt. E familja Ëngjeli favorizoi këto, e dolin këto monografi për Skënderbeku, që pastaj u botuan të gjithë vendet e Evropës, e Skënderbeku u bë për qindra vjet, jo vetëm në shekullin 15, 16, për qindra vjet, njëra në shekullin 19, një bestseller, janë një vjerë që ishin turqit që qaseshin në Evropës, dhe Skënderbeku. E në emrin e Skënderbekut, komunitetet tona, që dal nga dal u futizuan, u bën më të forta ekonomikisht, e morin këtë, u bën, si mund themi, u mburën, si sono inorgogliti, se ishin, kështu si sono inorgogliti, Durazzo di Genova, da schiavi diventati centro di potere di Genova per secoli. Ecco, il modello di Skanderbeg, mito fondativo, që pashtiu tonet, këtu komunitetet, kishin besim të këta. Se na jemi ata që vinë nga Skanderbeku, e kështu që rezistenca jonë është edhe frutti i kësaj lëvizje që u kriju në Venecia, sepse domethënë dokumentet që janë botuar sot, mbajmen këtu Vincenzo Librandi, ka Vakarizzi, që vate mori gjithë ato aktet e notarëve që janë këtu, zbuloj se që në shekullin 15 familjet i jepnin numrin e Skënderbekut të palit djallë që lege të këshpia, e kështu që ngësi tot ndonjë që thot qoti e shkruan qoti, se janë ato që si thoi Umberto Eco, ndjezot janë imbecili në rete, që shkruajnë, thonë shurbise që janë të vërteta. Kemi dhe në akta, a proposito imbecili, është profesor Belmonte zbuloi tek të bën kërkimet për leksikun, se është fjalla që ka më shumë sinonimi të gjuha jonë, kështu që jemi thënë se i kemi dhe kemi rishur. Do një tha se Derada e ka zbuluar Derada, Skënderbekun e ka zbuluar Derada me veprat e tija. Na kemi të gjithë katundet tona, të regjistrat e kishavet, Skënderbekun e kemi Shënmiter, Spizan,
në Qivit, që në vitin 1590, kur Xune e bën regjistrat. E kemi në shekullin 16, 17, 18, tek vallet këndohet Skënderbeku, që shekull, dhe më tënë, ku shtot të gjërë, janë dinë që djovasin fari gjë. E shkrunjën pa djovasur, është me sa djovasin para sa të shkruajnë. Professore, sa bucuro, ma che capo delle spunti per i nostri amici che ci seguono numerosi, professore, il nostro podcast molto seguito sia dalla parte del Brescia sia la parte della Albania, Kosovo, che ci scrivono, ci commentano questi video, però anche tanti litigi. Perché trovano interesse. Che piace Quindi un po', però noi insomma li inviteremo poi. Stati in Dirgoni, Ci saranno poi anche i sottotitoli in italiano in modo che vediamo la possibilità nelle parti in cui che mi fial me di giù adoptoj gjithë këtë sistem që funzionava. Kështu dera mos kish bën kështu e kish njohur vetë ndonjë ato pakar breqë ditë djovasin, mos kështu që dera. E u hapo e zbuluan edhe në Gjermani me gjugën jetire që kisha i dera, e zbuluan edhe ata Gjermanët e zbuluan, ma më përpara se të zbuluan italianët. Sa bucur. Derada, professore, una citazione derada che te bombe. Veloce per i nostri ospiti che magari non hanno familiarità con questo nome, chi arriva ora e sente questo nome che ricorre spesso. Velocemente, profukushishi derade, pse lo so che è difficile dirlo in poche parole per concetti brevi, però se riusciamo a dare veramente il sunto, secondo te l'importanza più, gli aspetti più importanti di questa, della sua opera, della sua azione. Sa të njohmi mirë kushish derada, ke njohmi edhe do më thënë vendin ku ai studioi. Ky vend është kjo vatër kulturore për ne shumë e rëndësishme, importante, që ka qenë kolegji, më përpara ishte në Shëmbenedhit, pastaj në vitin 1794 u trasferua Shënmitër, është kolegji i Shënmitrit, i Shën Adrian. Kolegji i Shën Adrianit, ku u formuan breza të tëra gjenerata, jo vetëm priftra, studiues, që solën përpara iden e një ide që i ka rënjët tek iniciativa e parë që mori një shekull më përpara, një papë me origjinë shqiptare, i vetmi papë me origjinë shqiptare, që ishte Papa Albani. Papa Albani me insistencë që kishte një prift shumë me të vërteta largpame si ka qenë Stefano Rodotà nga Shëmbenedhiti, në fund qej procesin sa të kapçin këto di kolegje tek Arbreshët, një në Palermo, Sicile, një në Kalabria. Sa të rrugëj kjo traditë jonë fetare, sepse atjerë kjo traditë ishte jo që i forcë identitetit tonë më shumë. Kështu që u rrit kjo ajo që në thëmi, kanë qenë ata që kolego e miku im dashur profesor Mandala i ka qutur inkubatori i albanizmit. Do më thënë, tek këto kolegje i kanë qenë inkubatore që lini ideja, kush jemi na, ka vimi, pse jemi këtu, e pse jemi Arbresh. Kështu që me gjithë se këta ndishin edhe pjesë të një kulture religiose që ku kishin identitetin edhe e fesë që ishte jo grek-ortodosse, këta zbuluan thënë na nuk jemi grek, sepse historia në thotë se na kemi të njëjtën origjinë, kemi një gjuhë që ngësht gjuha greke, kështu që tjerit i thojnë këta janë si grekët, e thojnë janë si greke dhe nga ana e fesë, janë ortodosë, janë si na katolik, e bëjnë për këtë. Se tek një dhe ku më zgjidhin kushinje, ma kishinje atë shtojnë tjerit, Arbreshët zbuluan se kishin këtë identitet. Kështu që ata që erdhin para deradës,
E këtu mba me mend ata që bën këto kolegjet. Kemi mbajtur mend ta figura që janë të figurë të mëdha të ambientit sicilian, Arbresh, ishin padre Giorgio Guzzetta, pra Paolo Maria Parrino, kemi Nicola Chetta, Nicola Figlia, e në ambjenti jon, gjithashtu kemi këto figura si Francesco Avati, dhe kemi Giulio Variboba, e pra sidomos kemi këta tri figura të shquara që janë të ambientit Sofiot, që janë Pascal Baffi, që është Francisc Bugliari, e Ëngjël Mashi. Këta të frymzuara nga idet iluministi solën përpara ide që patin edhe një influencë e morin influencë në qytetin e Napolit. Napoli ishte kryeqendra e këta ishin pikë referimi në Napoli, ngishin persona kështu të panjohura në Napoli. Kishte ambienti ku që solën pastaj të kolegji Shënmetrit, që me drejtimin e Dominik Ballushi, që ishte ki peshkvi presidenti nga Frasnita, u hap këti ambienti liberal, morin ndikime, morin elemente të reja, këta krijuan edhe kurse të reja në shkollë, jo vetëm një kurse, bëjnë kurse për teologjie për priftra, ma kolegju bë një qendër ka më të mirat e jugut, e të kjo ambjend. U kanë, si më themi, u kanë ushqire, sono nutriti, këta figura, i pari ka qenë derada, e u krijuar një shkollë romantike, që e vën dukje shumë mirë Francesco De Santis, të repretia, se kjo ishte qendra e ti romantizmi natural calabrese, që ishte një ndër rrimat më interesante, më interesante se romantizmi që ishte në Napoli, e thoj, i shafer me frime romantike që kishte romantizmi lombard. Kolegji Shënmetrit u bë qendra më e madhe e atij që thuhet bajronizmi në jugun e Italisë. Te kjo shkollë, ku kishin këto ide politike liberale dhe radikale, si ishin ato Dominik Mauro, me këto të frymzuara nga romantizmi, të ki ambjend kështu i favorshëm, gjirora moderata që me tue u frymzuan nga këto ide romantike, do më tërë unis nga parimi se çdo popull ka një gjuhë që është, si thoj ai, fjalla e shpirtit të këtij populli. E mos të përdorni këtë gjuhë edhe tek literatura, te letërsia. E për këtë, ai thotë, unë mund të mos të... Tjerit kanë edhe Arbresh si Domenico Mauro kanë shkruar këto vepra, kanë shkruar jetisht, ai ka qenë i pari që zëvej i bëri te gjuha, e si thot ai, për të dhënë shpirt popullit të tij, me gjuhën e këtij shpirti, me gjuhën arbreshe, zu këtë inovacion. Po shtoja gjithmonë kur shkruni ai veprat e tija, ka vepra e para, këngët e Mirosaut, veprat e tija, i shkruni jo vetëm arbrisht, i shkruni dhe jetisht. Me di gjuhë. Jetisht janë kështë vetëm traduciona e arbrishtës. Pse për një gjuhë që jeget sa tjetë gjuhë letrare, një gjuhë nga mund jetë më ajo gjuha e vatrës që një kishë më bëshpi. Gjuha letrare është një gjuhë më e horë, nuk është një gjuhë, si mund theme, si do njëri thot, vetëm komunikative. Ka tjetë dhe një gjuhë shprekse, espresiva. E një gjuhë sa të rritet, ka
ketë një gjuhë rritur afer. Ka të ketë një mamie që bët legët. E kjo mamie ka qenë gjuha italiane. Kështu që gjuha italiane na shërben sa të dime se si ai e krijoi gjuhën shqipe, gjuhën arbëresh, ai e bëri jo me gjuhën që kish vetëm në shtëpi, ma e rriti e fuqizoi me atë që jep gjuha e tij, sepse mos tin ke një gjuhë që është më shumë e zhvilluar me te, me gjuhë të vogël, me gjuhë të varfër, nga mund të shkruash vepra letrare. E kjo ka qenë akti me cilin Derada fëzo këtë traditë, e pra e gjithë tjerit që erdhin pas Deradës e kanë ndjekur. Domethënë edhe Frangis Kandon Santori, Serembe, Schiro, gjithë kanë shkruar veprat e tyre digjuhshe. Kështu që kjo është një si ka bërë Derada. Profesore, ai është i konsiderarum jati letërsisë shqiptar. Moderne. Vero profesore. Me Deradën zë letërsia moderne arbëreshe shqipe, sepse para Deradës nga kemi vepra të letërsisë shqiptare moderne. Është ai që zë. Ai i pari. Sa bukur, profesore. Quindi diciamo Arberia e Calabria. Calabria ka qenë pse ka dhënë questo a Calabria me kolegjet janë sempre janë kolegjet Binjak këta, gemelli, janë i kolegji gemelli, sepse idet që jekshin kanë janë e kjetri, e prana janë sa periuda ku ishin më të fort parit, pastaj u bë më të fort diti, pra idet shkëmbejnë, e këta komunitetet tona bashkoheshin e përpiqeshin jo këtu, sepse edhe këtu Calabria vina ishte një ishull, izola. Ishulli më i madh forse nga Sicilia është Calabria tjerë, sepse thot Derada se kur sa të vinë këtu, sa të vinë ka Napoli, mirin traghetën. E Derada mi traghetën, nise na Napoli, e zbrit kalari Paola, se bish tragheti që bëni Napoli, Paola, Messina. E prana ka Paola ishte ai që prasa ju bë i vjegri Deradës, me likjo nga Kajverici, që dërgoni 4-5 burra të rinë afer, se tje kishin brigandet ishtë. E shkoni gjitha pëninit, më ndishe gëshkoni i gjallë. Kështu që pra, të dhe mi Deradës e pësa njogu dhe atë që bë e shokjetia. Kështu që me këto të shkur ka Paola prastaj qindroli Kajveric e pastaj bej maqë. Kështu që Calabria është ishulli i vërtet atje, se sa të vijin Calabria njo kështë vijin me. Quindi professor, cioè, l'opera che è stata realizzata è ancora più forte, anche in base a queste informazioni che tu ci stai dando, nel senso in questo pieno isolamento fondamentalmente, comunque delle comunicazioni difficili, in dei luoghi difficili, c'era una luce, un zjar, che zia, che zjar. Ai e thret te Kaoliter që dërgon këti që ishte një mik i të vlajt Derade, që ishte Camillo, që ishte prifte, ishte në Lecce, atje ishte një kish greke, dhe sot është një kish greke në Lecce. Ishte ki miki të vlajt, që pastaj dha dhe veprin e ti Odise, që po rimembrin e këti trio, që ishte ki luftoni kundër austriakëve atje në Venezia, shkuan thotë, në atë periudhë na erdhi, u thotë, un sacro furore. Sa bukur. Un sacro furore. Na zbulu në ertin veprat e këti Pukvilli, që ishte konzuli francez në atje, në Janina, në Epir atje. E na zbuluam Shqipërinë si ishte atje, me veprat e Pukvillit. Me veprat e Pukvillit. Kështu që na vëzuam, imaginuam se kemi dimë mdheh. Nuk kemi vetëm atë për cilin na sot luftomi sa të kemi të bashkuar, që ishte Italia liberale e tishe bashkuar. Na kemi dhe një mëmëdhet tjetër, që na dhanë ata qertin prindrit tanë, e një vend që atëherë një Angel Mashi
kishte bërë të njohur kështë vepër me atë, me veprën e tij që bëri të njohur Shqipërinë me veprën që u botua pra në Paris u bë e njohur. Mos atë është vetëm një rajon i shtetit atij otoman. Nuk kishin informacion. Një shtet, kishin asgjë atje, nuk kishin shkolla atje, kishin atje. E ti na është mesa të njëjën se çdo popull ka të drejtë të ketë edhe vendin e tij të lirë, e luftomi e quindi Derada zbuloi atë që pastaj u bën në Evropë la questione albanese. La questione albanese, që shtroi problemin. Tu ka një popull që ka një gjuhë, ka një kulturë, ka një historie të vjetër, por mos njeri e mbron, mos njeri e defendon. Me këngët populore, na i thome se ki popull ka dhe një kartë identitare, sepse këngët populore për romantikët ishin ai që jipin atë shtohet folkgeistojnë gjermanët, shpirti një populli, jipin këngët. Quindi me letërsin jep edhe një kartë identitare e tjerë, na, tu e bën vepra taj, tu e ka për shkollat, dëftoj se ka dhe një gjuhë që ka mësohet në shkollë. Sa bukur. E kështu u ka për shkollat e para, e thoj se e prana luftoj sa të kapi në Napoli në fund, e këtu arrivoj me Anselmo Lorecchio, që ka qenë krahu i tij politik, katedrën e parë që bë për gjuhën tonë në Universitetin Orientale të Napolit. Sepse thot, tu e hapur këtë shkollë, na thomi se ka një popull, ka një gjuhë, e kjo gjuhë mësohet tek një universitet, e më të negonjen se kam një popull e një gjuhë, nga se kjo gjuhë mësohet edhe tek universitet, që ishte ajo Orientale të Napolit. Kështu kishin një strategji. Kishin strategji, kishin një vizion. Kishin një vizion, shikin lartë dhe shikin largë. Sa bukur, shumë interesante. Profesore, na jemi tromi në fund ka këti episod, shumë i bukur, shumë interesante, me ti që dhe bëtë fitim kush e diha sa argumente, ma unë i duhet fjas si b'gjuhës, për u kam të di più të pti. Cila është, profesor, cil t'janë fjalët, secondo dich, më të rëndësishme, importanti ka gjuha jonë, ata më particolari, secondo dich meritajnë të hijin di diritto de na top 10, si thonjën gli amerikanë, no, kur bënjën ta e këta në fjalët katone, na kiti keme, nga njo kiti kere, zota. Ma është të vështirë. Mund bëmi një... Në klasifikë më bëte bëmi. Një listë më dhe bëmi, me manka gjuhë ka ato veçori, particolarità që bëjnë të veçantë partikolare. Jo, dhe më thënë, ka gjuhë ka disa fjalë që të një tër gjuhë edhe kemi shumë edhe që ngështë e lektë, facile sa të saftunit e një tër fjalë. Na kemi fjalë që kemi të vjetra e janë të lidhura me fjalë të gjuhëve të tjera. Mos ma me mend këtu se gjuha jonë është një degë e ati lisi që ishte gjuha indo-europea, ku janë degët e tjera, që është gjuha latine, gjuhët gjermane, gjuhët slave, gjuha greke, gjuha sanskrite. Kemi shumë elementet interesante. Gjuha jonë kishte me gjuha sanskrite, se janë gjuha to satën orientale, ngështë perëndimore si tjerit. Këshandaj, dhe me gjuhën indianëve të kemi elemente shumë të lidhura. Të lidhura, ma kemi një nga këto për shembull është fjala besa që është fjala që ka të baza është edhe baza fedus latiniste që është da cui federale, jo? Se che c'è un patto, jo? Patto, besa una fiducia, fede, që është fjala fedeltà alla parola data, që është një nga vlerat e kulturës tonë, ma kemi dhe fjalë edhe këtu, që disa herë kemi dhe, sa të thomi dhe iltisht, është shumë e lektë. Një nga këto fjalë, në rim vjen zaj, për shembull, është nge. Fjalla nge.
Thoni ju tek... Sto, nge. Kam nge. Kam nge. Kam nge. Që me thënë? E non ho tempo, non ho più che tempo është si è No, io mi chiesto ha Kange. tempo, ha molto, manca nge. Sì, I gjet fjaljes latine që thuhet latinit e quajnë otium, Ah, që ngësh lotio të gjuhës ljetire. Pse lotium është si mu them, është koha që një moti që një ka me kare kështu që mund të merret me gjë që i pëlqen, që i parire. Ngështë një quindi ngështë mi sento të thomi il tisht është tempo disponibile per occuparmi di qualcosa per cui ho piacere perché mi posso occupare. Cioè është duhet të gjithë me gjithë të fjalë që thomi fjalën gay, që është il tempo personale. nge. Il tempo, possiamo dire, tempo personale, që është il kairos të grekishtes, kështu si il kronos është si moti jonë, ma ngështë, ata latinit ishin kështu turtë që gjithë ato që e pengojnë ngenë, l'impedivano, e thlisin negotium. Sot il negotium, il business, u bë boshti i dheut sot. Vero. Romanit ishin më turtë. Sa bukur, profesore, sa bukur. Profesore, të falemderoj. Edhe gjithë na ka redaciona, ka po përbresh, kemi kemi fjalë bashkë të argumentet bukura, edhe kemi mbi me na chicca si può thonë si neve, una chicca, una perla, una perla. Una perla bella. Quindi, professore, faleminderit shumë. Karistisi, një se kështu foltin për shumë shurbise, por është mirë të pjasmi edhe të kemi skolat tona ku të mësomi më nga dal, jo kështu shpejt, një të fjalë indo-europea, speed, jo, shpejt, është një të rënjë, si shumë duket edhe me gjuhë angleze është shumë largë edhe se është edhe është indo-europea, kështu që kemi këto rënjët e përbashka. Është mirë sa të mirin këto fjalë ti kur bëhen në shkollë, ti mësomi bashkë këto fjalë, sepse këto na jep atë që është identiteti ynë, që është i përbashkë, identiteti evropian, ku nga një mund jap gurin e tij. E kështu këto gurë që na më përpara mendonim, pensojmë se ishin gurë që nuk vjejnë, mund jenë gurë të shtrenjta që na bëjnë të gjithë më të bëget. Profesor, të falemderoj për këtë nge i mirë. Sot e bëmë nge, sot kishim pak nge, bëmë me shumë kere, kështu se kemi shumë flasme edhe me tjerit, e në flasme vetëm brenda, flasme edhe jashtë me këto mjetet që kemi. Sa mirë. Allora, noi vi ringraziamo, vi salutiamo dall'Università della Calabria con il professor Franco Altimari e quindi ci vediamo alla prossima puntata di Pop Art Bresh. Rinimir.